Kriza dhe debatet rreth çiftit presidencial francez Emmanuel dhe Brigitte Macron janë rikthyer në qendër të vëmendjes ndërkombëtare pas publikimit të një libri të ri investigativ nga gazetari Florian Tardif i revistës Paris Match. Në veprën e titulluar Një çift pothuajse perfekt, autori sjell një sër pretendimesh që lidhen me jetën private të presidentit francez dhe një episod të shumë diskutuar që ndodhi në aeroportin e Hanoit në maj të vitit 2025. Sipas Tardif, tensionet mes çiftit presidencial dyshohet se janë ndezur pas disa mesazheve që Brigitte Macron kishte parë në telefonin e bashkëshortit të saj. Në këto mesazhe, sipas autorit, përmendej aktoria iraniano-franceze Golshifteh Farahani, e cila cilësohej në disa komunikime si shumë e bukur. Gazetari pretendon se Emmanuel Macron kishte zhvilluar një simpati platonike për aktoren gjatë një periudhe disa mujore, gjë që sipas tij ka krijuar tensione në çift. Këto pretendime sipas autorit lidhen më pas me incidentin e famshëm të filmuar në aeroportin e Hanoit, ku Brigitte Macron u pa duke shtyr lehtë në fytyrë presidentin francez në momentin e zbritjes nga avioni. Ma kishin thënë këtë vazhdimisht, mesazhet që më treguan ishin mjaft të avancuara, të stilit "je shumë e bukur". Këto mesazhe quan atensione që përfunduan me grindjen private që u bë publike, pasi në një moment u krijua përshtypja se gjithçka ishte për shkak të një keq kuptim veçanërisht serioz që kishte mbaruar, përveç se nuk ndodhi kështu, pohon gazetari Paris Match. Pamjet u bën virale në rrjet dhe u interpretua në mënyra të ndryshme nga mediat ndërkombëtare, duke nxitur debate të gjera mbi marrëdhënien e çiftit presidencial. Florian Tardif deklaron se informacionet e tij janë të bazuara në mbi 70 burime, përfshirë persona të afërt me pallatin presidencial francez dhe se nuk bëhet fjalë për thashetheme. Ai këmbgul se mesazhet mes Macron dhe aktores iraniane kanë ekzistuar dhe se ato kanë qenë shkak i tensioneve personale brenda çiftit presidencial. Në anën tjetër, zyra e Brigitte Macron ka reaguar duke i mohuar kategorikisht këto pretendime. Përfaqësues të saj kanë deklaruar se zonja e parë nuk kontrollon telefonin e bashkëshortit dhe se këto histori janë të pavërteta dhe spekulative. Sipas tyre, pretendimet nuk kanë bazë reale dhe janë interpretime të egzageruara të situatave private. Ndërkohë vetë pallati Élysée fillimisht reagoi duke hedhur poshtë autenticitetin e pamjeve të Hanoit, por më vonë zyrtarët e afërt me presidencën e përshkruan incidentin si një moment të zakonshëm tensioni apo loje mes bashkëshortëve, duke minimizuar rëndësinë e tij politike. Sot ata u penduan për reagimin e tyre, sepse mund kishin dhënë imazhin se Brigitte dhe Emmanuel Macron ishin një çift normal dhe jo një çift perfekt. Në fund të fundit, ky ishte rrëfimi që na jepnin që nga fillimi i mandatit të Macron. Në qendër të kësaj historie ndodhet aktoria Golshifteh Farahani, një figurë e njohur ndërkombëtarisht për karrierën e saj në kineman iraniane, europiane dhe amerikane. E lindur në Teheran në një familje artistësh, ajo u bë e njohur që në moshë të re me filmin The Pier 3 dhe më pas ndërtoi një karrierë ndërkombëtare me role në filma të mëdhenj si Body of Lies, ku luajti për krah Leonardo DiCaprios dhe Russell Crowe. Farahani është gjithashtu e njohur për qëndrimet e saj kritike ndaj regjimit iranian dhe për mbështetjen e saj ndaj të drejtave të grave, që prej vitit 2008 ajo jeton në mërgim, pasi u ndalua të kthehej në Iran për shkak të refuzimit për të respektuar detyrimet e hijabit në projektet ndërkombëtare. Ajo është kthyer në një figurë simbol të rezistencës artistike dhe politike. Aktoria ka ndërtuar një karrierë të suksesshme në Hollywood dhe Europë, duke luajtur në filma si Patterson, Gods and Kings dhe Rosewater.
Ajo ka deklaruar në intervista se nuk dëshiron të kufizohet në stereotipe dhe se synon të luajë role të ndryshme në disa gjuhë dhe kultura. Libri i Tardëf ka hapur debat të gjerë në Francë, duke rikthyer në qendër të vëmendjes marrëdhënien e çiftit Macron dhe mënyrën se si trajtohen figurat publike nga media. Disa analistë shohin këtë si një përpjekje për të rindërtuar narrativën rreth presidencës franceze, ndërsa të tjerë e konsiderojnë si ndërthurje mes gazetarisë investigative dhe spekulimeve mbi jetën private. Në përfundim, çështja mbetet e diskutueshme dhe e ndarë mes versioneve të ndryshme. Nga një anë, pretendimet e gazetarit Florian Tardëf për tensione dhe mesazhe personale, dhe nga ana tjetër, mohimet kategorike të pallatit presidencial francez. Incidenti i Hanoit dhe libri i ri kanë rikthyer një debat të gjerë publik mbi kufirin mes jetës private dhe asaj politike në nivelet më të larta të pushtetit.